Rikthehemi përsëri të dashur miq në She's on Top Club dhe vazhdojmë me ato hiles të cilat janë përmendur çdo sfidë, por te kjo akoma më shumë. Mu I ftohtë I ka bërë vajzat të jenë akoma më të sinqerta. Kështu që jepini patjetër. Çfarë ka ndodhur? Ja, pa nisi unë një herë, sepse unë kam dalë dyta. Unë kam dalë dyta nga uji. Edhe kështu që po bësha një analizë me veten edhe thash unë, e di që do jem gjys finale, jo të duke me një madhe, po ma mori me një që do jem gjys finale. Kështu që thash pse jo t'ja pak hapësirë vajzave që s'jam për madhe. Pak e dashur ti jesh pak më. Po që t'ka ca fytyn pak thash për vendin gjysmë finale. Një deklaratë goxha e fortë. Si kush nuk është për Kështu që pas ka qenë vajzat të në opinionin e tyre. Sepse ja mori prap spotlightin Suhi. E fitovi Suhi. Spotlightin do ta marrim te sfida, te photoshootit. Mua ato më mjaftojnë për vete këto sfida. Ne po flasim në tërësi. Ato nuk mjaftojnë në tërësinë e She's on Topit dhe prandaj ne shkojmë pak më në thellësi për të kuptuar se si ju analizoni situatat dhe pse ndodhemi këtu ku ndodhemi me vajzat që ndodhemi me çfarë ju po jepni në tërësinë tuaj. Çfarë ju doni të shfaqni? Kam një pyetje për Nensin. Sfida vlerësohet në fakt po aq sa photoshooting, kështu që Po, jo, nuk po e vlerësoj, thjesht unë fokusin tim më të madh e kam te sfilata dhe photoshoot. Në mënyrën që në momentin që shpreh interes ndoshta edhe diçka më shumë, ajo tjetra edhe të penalizon. Nisin dhe kritikat ndoshta bëhen pak më reale dhe konkrete, më të zgjeruara. E po tash ke sfida radhës. Kështu që duhen marrë goxha seriozisht. Madje sfidat akoma më shumë i tregonin edhe rezistencën tuaj. Sfidën e fundit normalisht do ta marrim me tepër rëndësisë, është e finales, pastaj. Një natë në fakt. Si e prisni ju në fakt që kaluam deklaratën do jetë sfida radhës. Unë kam një pyetje për Nensin, nga erdhi gjithë kjo siguri që do ishte në gjysmë finale. Me gjithë këtë konkurrencë që ke nga vajza. Unë kam thënë që unë e kam vetë besimin, po s'kam nevojë ta bërtas që në intervistën tëme të parë. Po nga të erdhi gjithë kjo siguri se ti nuk e di se çfarë. Pra, me këtë deklaratë që ti dhe, kë shef tjetër aty ngjitur teje. Pra, kush janë vajzat e gjysmë finales? Le të shkojmë ndoshta edhe në finale nëse ti ke emrat e tu. Gjatë nuk i kam. S'do t'i shpreh, se pastaj thonë që nga këtu le të themi vajzat që kemi në studio. Nga këto I shoh pak a shumë Dersin jo. Këto që janë këtu I shoh pak a shumë gjitha. Po gjitha. Po më nëse do të veçoje 2 ose 3. Eli po shpreh pak më shumë pa. Po, pse me pikpyetje mi? Edhe ti pra për deri edhe sa nga gara po thua që jo nga fundi ka qenë pa qartë. I çik zemër, por nuk e kuptoj pse çik zemër, për çfarë morë zemër? Po pra zemër për faktin që un jam kjo, un jam ajo. A vashi çik? Nuk thash un jam kjo. Me një kontinent un jam kjo, un jam ajo, edhe nuk bëna në deklarat. Wow, un thash thjesht që kam vetë besimin, gjatë deklaratë bërë, duke parë vetën gjysmë finale. Unë kam vetë besimin. Po flet zemër, s'po të marr vesh tani. Ja, po nuk je. A, dhe me mlan me fol, se do ta mersh vesh po mlan me fol. Po pra. Okej. Po edhe unë po mbaroj. Me qetësime dashuri. Pra, unë thash, kam vetë besimin që jam gjysmë finale dhe jam gjysmë finale. Kështu që tash kjo është një si e shpalë. Pra, në qoftë se ai vërtet patjetër deklarata që secili ngjitur për vetë. Një ndër po tretë ta marrë vetë flasim. Për mendimin tim, Nensi përveç 2 photoshooting që ka bërë, nuk është se ka pëlqyer për shkak në sfilate, nuk është se ka dhënë maksimumin e saj në sfida, thotë që kam dhënë maksimumin, por nuk është se ka dhënë dash sa e thot. Ndërsa për mua për shembull, unë duke I dalë kundër atë, duke mos e parë Nensin gjysmë finale kë shef. Këto shoh Suhin, Desankën, Denin absolutisht, Emilian, pse jo? Emilia është normal, apo vetë nuk e rëvojta për vetë normalisht po, e thash në fillim që veten time, duke qenë se jam komentuar nga juria vetëm për mirë në sfilata, përveç sfidave, siç e tha edhe Deni Shpar që nuk janë pjesë e sfidave, dhe unë do bashkangjitesha këtu me Denin që nuk e shoh veten tek sfidat fare, pasi unë kam një profesion që nuk dua as vetë që ta ju jap shumë të sfidave përveç gjithsesi patjetër She's on Topi është pra sfidat janë pjesë e She's on Topit, është në tërësi çfarë ju e keni ditur prej fillimit, pra prej javës së parë ju e keni pasur një sfidë.
çdo javë kanë qenë goxha intensive, për dikë më shumë, për dikë më pak, dhe duke qenë që çdo javë janë një pjesë e rëndësishme e She's on Top-it, mendoj që është ndoshta një pakujtësi e juaj deri diku. Po, diku që nuk e gjej vetë. Duke kaluar më pas dhe te hilet dhe a i dini peshën e sfidës dhe deklaratave që ju jepni për sfidat e ishte një vëna. deklaratë kundër Elit. Unë thjesht thashë Eli ka gjitha përveç pjesën e sfidës, për këtë thashë shoh pak shoh. Po kjo lloj personale. Te sfidat gjithmonë janë sepse jemi shumë pranë finales dhe ato sfidat e bëjnë akoma më personale. Tha që jam përmend vetëm 2, unë jam përmend gati çdo punë ta. Eli deri tani s'jam përmend asnjëherë për keq, kjo ka rëndësi. Më zhdojnë vëmendje, po. Kështu që keni me pikpyetje për portreti më i mirë vetëm në një photoshooting. Është specifikuar portreti më i mirë i She's on Top-it për pjesën e photoshooting. A thon disa herë nuk ka thënë vetëm për një foto. Po është një fakt që e ka thënë Juria. Për mua nuk është fakt. Kur nuk e thet Juria, kur e ka thënë Juria nuk është fakt. Juria ka thënë vetëm në një. Nuk e ka thënë tek sfida, ka thënë tek sfida live, por gjithsesi okay, ajo është opinioni i Elit. Normalisht portreti është gjë subjektive, sikur mund pëlqen një vajzë më shumë, mund pëlqen më pak, nuk e marr personale as pak, sikur Eli ka marr shumë të ndryshëm. Po, sikur Eli ka marr deklaratën time, unë se marr personale saj, për kundër. Po thjesht dashur tim çfarë mendoj për Nancy. Pasi nuk e mendoj që Nancy nuk është fare është out nga She's on Top-it. Thjesht në photoshooting është Që të dyja janë kokrat e yllave ke i shefti i shofësh, kështu që goca jeni shumë të mira, edhe unë besoj se që të dyja të shkojnë gjys finale edhe finale. Që sovi çfarë patjetër. Por duke ngelur te hilet dhe siç ma bët dhe ju mua me hilet, duke ma devijuar shumë e shumë temën patjetër, ngelemi te ato, cilat gjithmonë lidhen me sfidën. Çfarë ndodhi, cilat ishin hilet tek këtij? Se suje e kisa diçka. Unë kam ato dyja që janë gjithë me Denin edhe me Elin. O zot, më thënë Deni ka bërë më shumë hile se sa Eli, duhet ta pranosh Deni që ke bërë hile. Tani, në momentin Eli ka bërë shumë pak hile, e korrigjova në për shembull kur na than të zhysim bryllat. I fusin duart shumë pak sa ta ndinim pak atë ftoftën dhe rria i thoya. Dhe ka qenë qartë që duart do të jenë futura në ujë. Dhe ne kemi bërë gjithë dhe kam thënë domethënë gurin, po faleminderit. Unë kam thënë për Elin, pra instruksionet kanë qenë qarta. Po, edhe Eli dhe Deni sepse i kisha dhënë gjitë edhe aty po si unë e pranoj që kam bërë me hile, mirë po tani ka njerëz që e quajnë hile, ka njerëz që e quajnë strategji. Unë jam me këtë. Po unë të pash, Deni, unë të pash. Po, ne pranoj, e them, e bëra me hile. Edhe mendoj se duhet diku ndonjëherë duhet bër pak me hile, se nuk i ecet vetëm drejt, ti je vetë i drejti. Po aga të bëj, po, dhe Emila me akuzat e tua gjithashtu. Në fund për shembull. Jo, unë thash për Elin dhe Sankën dhe Dersin, duke qenë se ishin në fund. Edhe nuk është se po i fusnin duart deri në fund ai sa ti cakonte dhe nuk ishte drejt për ne që po rrinim një orë mes atit ftoftit. Ti ku na pesë ne kemi qenë në krah të kundërt me ty, na takote fare që qiheshim bashkë. A çfarë the se s'kuptova? Po e thua kot them se nes na ke parë fare në momentin e sfidës. As mua as Desi sepse kemi qenë komplet në anë të kundërt me ty. Po pikërisht sepse ishit në fund dhe nuk cakoshi dot tek ajo anë e lumit sepse ishte me cekët. Është logjike e pastër. Ti nuk na ke parë nga që duhet rrim rresht. Po pra dhe prandaj u afruan më nga ne që mos bënin më me hile dhe ti fusni gjithë duart. Një moment qëndruam ne në pak më thellë, një moment qëndruat ju. Okej. Ishte hilja po? Okej. Tani kjo e disi dhe unë është kjo gjëja. Kush bën me hile, po kush tregohet më shkati më i zgjuar, mos ja ka Emila ka diçka me ju sepse ju po thoni që nuk e ka parë apo është e vërtetë ajo që thotë Emila që aty ka ndodhur hiljave. Thjesht ka për sa për të thënë diçka ka thënë këtë, sikur ne do bëjmë hilje, kemi pasur edhe përballjen e Make It me Suit kokë në fakt në këtë sfidë. Si ka qenë presioni aty? Si jeni ndjer? Akull. Thjesht akull. Isha veç ftoft. Unë të mësuar cik, ndoshta, po mua ishte, nuk e di domethënë. Unë asuj se ku ishte mësuar mula, thash kjo do ta fitoj, kjo Jonila do ta fitoj. Po su ishte shumë sigur që në fillim na thonë ato eksperiencat e veta edhe. Po, donte ta fitonte me se rrinim notonin, domethënë, e din çfarë ishte më vështirë aty te pjesa që po rrinim shtrir, sepse më mirë të ishim zhyt komplet, të rrinim
ujë brenda, domethënë, se sa të rinim aty sepse të ngrihet qafa, aty është problemi. Qafa ime është akoma pak kështu. Po, edhe mua e di, unë kur ulem që e bëj këmbën kështu, se zdi si ta shuaj tani, më kap një nerv te gishti i dytë i këmbës dhe nuk po më ikën, nuk bën ditë dhe prapë s'po më ikën vdisha. Ju duhet edhe një sfidë tjetër ti nxej pak vajzat. Kështu që bravo gjithave gocat, jo vetëm sfida tjetër duhet jetë me të ngrohtë. Që të shkrim. Po na dëgjojnë besoj. Ja, këtu ma marrë shtiv Megi pasaj, se unë me të ngrohtë nuk i kam mirë punën. Megi, a ka bërë te ajo përballja juaj kthehem prap, te këto hilet i ngelemi përsëri. A ka pasur hile nga suji në opinionin tënd? Po, e thash edhe pak më përpara që e ka futur çik kokën me vonesë. Domethënë kur pash transmetimin, se në atë moment isha zhytur edhe nuk shikoja gjë, po kur pash transmetimin e pash që ishte futur çik koka me vonesë. Në transmetim ashtu duket, sikur e kam fut me vonesë, por faktikisht Megi thjesht e futi pak më para, se nuk na ndiqon instruksionet kur na i dha. Japin atë figura, domethënë po tek pra ju futur ti më parë se instruksioni i dhën apo ti më vonë? Jo, sepse përderisa produksioni ka qenë duke na parë si në momentin që ka ngritur kokën në Megi. Ishte pa kaos, se ishin dhe vajzat që bërtisnin. Jo, unë thjesht mendoj që kur na kanë ngrita kokën, vazhdo, më fal. Edhe unë ngritjen e kokës e bëra pikërisht, domethënë mendova që hapi radhës do ishte të zhyteshim komplet dhe ngrita kokën me idenë të dëgjoja komandën, domethënë kush do ishte hapi radhës. Që shqyqys në e vënë. Unë e them prapë, unë e kam futur kokën në momentin që më është thënë komanda ta fus kokën, tash se Megi ka fut pak më para, edhe unë i futa kokën, u zhyta komplet më para, edhe pse më bëj pranku i vogël, le të themi që kush do ta fitoj të futet tani direkt, kështu që unë e mora me vrullë. Prandaj dhe sfidat janë po kaq të rëndësishme dhe ne do të na dohet të shkëputemi shumë shpejt publicitet dhe do të rikthehemi përsëri këtu të dashur miq në 100 FM dhe në kanalin 10.